Bashkim Selmani, ekspert i sigurisë, duke komentuar zhvillimet në rajon, tha se shqiptarët nuk kanë një strategji mbar kombëtare, ndryshe nga serbët, të cilët sipas tij fitojnë terren në rajon, duke patur shumë tepër të drejta. I pyetur se pse ndodh kjo, ai tha se ndodh prej kriminalitetit dhe tradhtisë kombëtare. Shqiptarët i ndalon kriminaliteti, i ndalon tradhtia kombëtare, i ndalon strategjia mbar kombëtare se çfarë duhet të bëjnë. Të marrin një shembull konkret, çfarë të drejtash kanë serbët në Kosovë dhe çfarë të drejtash kemi ne këtu, ku mbi 40% ne kemi pozitë gjeografike, pozitë juridike dhe ne na takon komplet sovraniteti i shtetit, deklaroi eksperti. Nenad Çanak, duke folur ndër të tjera për marrëveshjen ushtarake mes Republikës së Serbisë dhe Ungarisë, tha se këto marrëveshje janë për të nënvizuar akordin mes forcave të armatosura në urdhrat e dy diktatorëve. Sikurse dihet, Viktor Orban është një lider shumë autoritar dhe Aleksandar Vučić po tregon gjithnjë më shumë prirje për të bashkëpunuar me të. Për shembull, ushtria hungareze do të jetë e pranishme në Bosnjë, në Republika Srpska, për të shpërtuar Milorad Dodikun nëse Qeveria federale në Sarajev do të përpiqet të arrestojë atë. Ky është një plan njësoj se sikur ndodh me kryeministrin Maqedonas kur u largua nga vendi pas akuzave për korrupsion. Ndaj këtë e shikoj si një provë tjetër të mëtejshme të asaj se çdo të thotë të forcohesh përmes bashkëpunimit me lider autoritar të Europës, theksoi Nenad Çanak. Bashkim Selmani, eksperti i sigurisë nga Maqedonia e Veriut, tha se aktualisht pritet një pranverë ballkanike dhe sipas tij të gjitha vendet fqinje të Serbisë janë të kërcënuara nga fenomene si krimi organizuar, probleme ekonomike, politike, shpopullimi e tjera. Eksperti theksoi gjithashtu se Maqedonia e Veriut aktualisht duket se është më afër politikave serbe dhe sipas tij roli shqiptarëve po anashkalohet. Aktualisht pritet pranvera ballkanike, e cila bën që çdo vend fqinj i Serbisë të jetë i pasigurt dhe i kërcënuar në aspektin ekonomik, nga krimi i organizuar dhe në shumë aspekte të tjera, përfshirë shpopullimin. Po shohim tani Maqedoninë me një politikë pro-serbe, edhe duket sikur Republika Srpska po vepron në Maqedoni. Kjo ka një ndikim të drejtë për drejtë, duke cënuar çdo element të zhvillimeve pozitive të kombit shqiptar, deklaroi Selmani, duke theksuar se Serbia ka një bombë në kuptimin figurativ dhe kurdis atë për të krijuar problematika të ndryshme në vendet fqinje, duke përmendur këtu dhe zjarrin në Koçan dhe takimin mes krerëve të pozitës dhe opozitës maqedonase. Serbia aktualisht ka bombë dhe kurdis me të gjitha vendet fqinje në mënyra të ndryshme, në aspektin fetar, politik, ekonomik, edhe në tensionet që vazhdojnë të rriten. Nëse merret parasysh çështja shqiptare, asnjëherë nuk ka qenë më e goditur dhe shqiptarët po përzihen jashtë institucioneve. Për këtë çështje mjafton të kujtojmë takimin mes liderit të opozitës dhe pozitës dhe duket se kanë anatemuar pozitat e politikës shqiptare. Subjektet politike shqiptare nuk kanë kuptim të qëndrojnë në këtë qeveri. Duhet një reagim dhe që më vjen shumë keq që kjo nuk po ndodh, tha eksperti i njohur. Bashkim Selmani, eksperti i sigurisë, tha se Serbia është një Rusi e vogël brenda rajonit Ballkanit. Ka disa momente që janë të ndërlidhura mes vete. E para është pjesa historike e kombit serb në Ballkan dhe lidhjet me aleat si Rusia. Unë personalisht e shikoj Serbinë si një Rusi në Ballkan, e cila dominon në të gjitha sferat, edhe politike dhe ekonomike, por dhe mund ta quajmë si një rast patologjik. Serbia është një rast patologjik në Ballkan që nuk përmirësohet. Ajo shkakton shumë dëm, ndërsa viktimave të para jemi ne shqiptarët. Serbia jo vetëm që ka okupuar vetveten, por ka okupuar Ballkanin në 3 sfera, në aspektin e sigurisë, në aspektin juridik dhe po ashtu në aspektin fetar, tha Selmani, i cili gjithashtu kritikoi faktorin ndërkombëtar për mbështetjen që po jep Serbisë. Unë nuk e kuptoj faktorin ndërkombëtar se pse i jap kaq shumë komoditet ku vende të tjera apo shtetet të tjera në Ballkan nuk e kanë këtë komoditet, tha eksperti i njohur nga Maqedonia.